Përse të tërhiqe më të dha, a i më dëgjoni ju, a kini vesh as kini? Kush ka fituar? Humësi duhet tërhiqet, jo fitusi. A i duni dokumentat. Shkoni në KQZ, verifikoni, dhe nëse verifikuat për 25 vjet një humbje të Ali Ahmetit, atëherë hajde një flasim. Kështu ka shpërthyer lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në daljen e tij të parë pas zgjedhjeve të 19 tetorit. Me fjalë të forta dhe me ton sfidues, Ahmeti koalicionin vlen e quajti shashaut e Gazimistanit, duke thënë se nga humbës ata po përpiqen të dalin fitues. Sipas tij, fitoria e vërtet nuk matet me deklarata, por me besimin e qytetarëve. Aleanca Kombëtare në këto zgjedhje ka fituar 114.076 vota me gjithsej këshilltar 159. Shoqata e Gazimestanit vlen ka fituar 91.849 me gjithsej këshilltar 122. Të nderuar, a është fitus 114.076 vota apo 91.849 vota? Kreu integristeve përsëri mbetet në qëndrimin e tij që kishte para zgjedhjeve lokale. Ai tha se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, që siç tha, nuk duhet të ketë vonesa.